Përshëndetje nga shkolla Udha e Shkronjave. Unë jam Artur Shkurti, në këtë regjistrim do të lexoj Lahutën e Malësisë, këngën e 7, Kuvendi i Berlinit. Sot më 6 dhjetor 2025. Këngë e 7, Kuvendi i Berlinit. De oj zan, ty të kjo shatrue, a thue din ti me m'kallzue, se çka ndej tu bumbullue, andej larë ka Rumelia, ka ajo plevna e Bulgaria? A kjen topa, a veç kjen gjam, që u dridh toka ashtu nën kam? Besa jo pra, nuk kjen gjam, që u dridh toka ashtu nën kam, por kjen topat e Rusis, kjen Havanat e Turkis, që brumbluen fushës Rumelis, nat e dit të e rah pada, Rumelin të tanë gjak të e la. Kah na u pre Turku me shkja, me Miskov Turku ka u pre, rëmej gjaku shkull mbi dhe. Si mjerë zemra aty në nanave, që i pam djelmt aty në anave, përse kryet në ngryk të havanave, kur të rahin këta bahtare, si ban njerit, jo një pare. Bre, ma zi dhe pat për të ndoll, pse tu ras kje shkja unë Stambol. Me zhbi mretin në post vet se uran krajla ndërmjet, edhe pushka të shtyprani. Sot të 7 krajlat e sultani, natë Berlin na janë bashkue, na kanë nis me e bisedue, se si punën me e vendue, për me vu paq edhe bes, për me shue lufte nga tres, zemër të keqe mni e res. Tu e ngull gur, tu e ngull kufi, për gjithë vend, për gjithë mretni, gjatë Balkanit mdet zi. Por tu e kenë se bese fe nuk po kisht, jo sot mi dhe, e se i forti narë mërthyë, a i po kisht gjithmon arsye, unë tu e pas jam këtu do frik, se na bin do i pun e lik, për Shqipni e për Shqiptar, ke këta s'kan miq as kumar, që me fol për ta një fjalë, që me hi aty zot me udal. Pse edhe që i knjaz Nikola në shue do lamën pola, e me i struk të gjanë dy plam, me i kosh rrethen në përkam, shkye shalvarësh mi kupt gjunit, me i udhimet gurit e drunit. Ai po u del krajlave para, e me fjal e do kratmara, po janis aty me kja, se i tok buke nuk po ka. Bjeshk e vri si ati janë tha, e janë shkrumue, të tanë shkam e ras elmue, pa një kalc, pa një shkopdruje, sa që popli reshkunuje, ashka i del prej Cernagore, po sylshue një tok gracore, si bjen fjala toka arbnore, tok me nam, ble me pash e shit me plam, pash i argjant, plama flori. Ndaq për bjeshk, e ndaq për vri, ndaq për dhen, e ndaq për dhi, si për buk, si për tagji, si për pun, si për trekti, edhe krajlat, po e një gjojnë, e s'po e qërtojnë, vetë se bashkë me mret Stamollës, po na i napin dorë Nikolës, me marë plav, me marë guci, me marë Shkodrën me Malësi, der ku dan vendi me dri. Si atë zoti ma e maroft, mret a krajla kush dhe kjoft, që i vu dorë letër ma i pari, vendit vet me dal shqiptari, ase rob me ndej në shkja, pak e dheta ati të e la, se për zotin kjoft lëvdue, për pa u ba gjaku del mgju, kur Shqipnin s'kam për talëshue, se kur të meret val Shqipnia, flak do të ndeset rokullia, e do të binden fiset tana, kah bjen djeli e kah mer ana,
gjaku i jon po ka me blue, nama i jon po ka me ushtue, ka me i shkue mvesh Perëndis, edhe i lumin frymt i dhnis, në vend Europën ka me vra, të tanë gjak ka për ta la, kur ka ndje qaj knjaz Nikola, se ati Europa edhe stamolla, dori dhan kanë mbi Shqipni, me dalcu bi një zotni, vu ka picën njanin sy, se qa hjedh e qka lodrue, se dhe kangës që ja ka fillue, por si krushku tu e balzue. Lume po i birishkinës, se ndërksolat të cetinës, në ato kohë që kanë me ardhë, ka me ngran a i buk të bardhë, ka me zi a i mish taroqit, ka me pi po ven prepoqit, në të dy faqet me i plas gjaku, ka ca dre me i ndej mustaku. Në cetin, mandej ka dal, pal Milanit ka cu e fjal. More pal, more ti djal, një sahat mos të bajsh me undal, po flutrosi Gjeracina edhe peja ke cetina. Pse duhet ap unë ty një ushtri, 5 tabore djelm 3, të tanë sokola len malzi, për me i qit unë natë Shqipni. Në hot e në grud, në plav e në kuzi, e ato vende me mishtrue, se ato krajlat mi dhan muë, me shkel në to gjithë si të duhe, e mandej si për një javë, të mi ke shtrue kuci e plav, mbeh të mi bish legve të malcis, si njaj ujku prej pusis, e me shpat e me konop, të mi bajsh mu e lekët për shkop, edhe vendin gjan e gjatë, të ma pushtojsh der më pruet thatë, pse si shtrue ta ke malcin, të ke marr plavën e kucin, atëher na po të ras në Shkodër, tu e luet vadhe, tu e këcu e lodër, si ata mazat në për lam, pa na hik kun fer në kam. Pal Milani thot një fjalë, një kësaj pun apshtir me i dal, se për javë shtrohet malësia, se as me pushk smere Shqipnia, dhe një shenjë po fjalëve të mia, e mos nguc ngrenzat më krande, përse nguc të zezën tande, pse edhe jash në këtë pun ke marë, për pat pas kush gjak azvar, nuk thot zoti as se e ep kanuni, në vend të huaj me hi përdhuni, jo po më thuaj në zjarë me ran, me i ra detit anë e man, se në fjalë tande atje do të veta, por në Shqipni besa s'mund veta. Qeshi knjazi, veshëm vesh, se ti s'kenke o bur prej nesh, kenke bur veç me ngram pshesh, qëse i anis me më predikue, thue se i grue vet kam qëllue, që me u trem pre fjalve tuja, për që kam flet për vendet tuaja. Jo po, mirë do t'ish për ty, ka me laf me vutin krye, me lëshue mjekrën dhe në gji, e me dal poptin madzi, për mos ndaq tin Shqipni me shkue, me një të furkën për si grue, e aty ndej mbi ndoj kroqe, me tjerë mbosh me tandën shoqe. Tu ju ze me ten shula, se për luft su dashke gja. Se për luft su dashke gja. Sa për luft ashtë Mark Milani, burë si motit trim si luani, që edhe ushtris ka për të me i pri, për me shtrue plave kuci, për me shkel leke malsi, edhe Shkodrës brend me hi brenda me bajrak, me bashkodrën Karadak. Kështu, tha knjazi, e lëshoj kushtrimin, për me mbledh në ushtri burnimin. Pingroj zana në përmolla, hajde, or knjaz Nikola, se pak gjatë je shty me fjalë, se vjen moti për ka dal, se zdi njeri ku mund dal, po ke i men se lëshon e i vrapin, ma të madhë se ta ket hapin. Si me gjas ti don me lëshue, që se nder men tut tasht ngujue, nguci një ushtri me quë. Shqiptarin një herë pa e pyet. A thu e lëshon ngucin e shkret, a thu e lëshon malcin e ngrat, për pa ja shpraz dy pushk më të thatë?
Në te that, më shqiptar more Nikol, mundet njeri ngush me ndoll. Po su shkoj a i brend për mik, se ata le kishin qelik, e vu sy kishin me dek, me erz e mtok me pas me i prek. Ska shka ban ndërta i huaj, se ata gjallë si shtrohen kuaj, ndash tjet knjaz e ndash tjet mret, se ata mret po ishin 10 vet, fort gabon kush i gërget. Lahuta e Malsis, kënga e 7, Kuvendi i Berlinit, sot më 6 dhjetor 2025.